Të kontrollosh dikë ose diçka në avantazhin tënd, shpesh në mënyrë të padrejtë ose të pandershme, ky është definicioni për fjalën manipulim. Në aspektin psikologjik, ky term trajtohet si procesi shfrytëzimit të një personi për përfitimin të personit tjetër. Sa u takon marrëdhënieve publike, përfshir median si mjet për të përçuar mesazhin, çështja është më e komplikuar, rezultatet me pasoja më masive, përgjegjësia më e madhe. Mediat kanë për detyrë informimin, edukimin dhe argëtimin e masës. Në rastin e informimit, ekzistojnë dispozita ligjore dhe rregullativa për të definuar kornizat e veprimtarisë së mediave. Ata përshkruajnë kushtet që duhet të plotësojnë një informacion për të qenë profesional, objektiv, i besueshëm, me interes publik e tjerë. Në Maqedoni, shembull është kodi etik i gazetarëve i cili në mënyrë të qartë dhe precize përshkruan se si duhet të duket një informacion i destinuar për publikun, duke ndjekur rolin e tyre në ndërtimin e demokracisë dhe të shoqërisë qytetare. Gazetarët do t'i mbrojnë të drejtat e njerëzit, dinjitetin dhe lirinë, do të respektojnë pluralizmin e ideve dhe qëndrimeve, do të kontribuojnë në forcimin e shtetit juridik dhe në kontrollimin e pushtetit dhe subjekteve tjera të jetës publike. Kjo është një pjesë e kodit etik neni i parë i të cilit parashikon. Gazetari ka të drejtë për qasje të lirë në të gjitha burimet e informimit që janë me interes publik. Gazetari duhet të botojë informata të sakta dhe të provuara dhe nuk do të fshehë të dhëna esenciale dhe të falsifikojë dokumente. Nëse informata nuk mund të konfirmohet ose nëse bëhet fjalë për supozim, respektivisht spekulim, kjo gjë duhet të thuhet edhe të publikohet. Saktësia e informaciës duhet të provohet sa më shumë të jetë e mundur. Në rast se këto dispozita cënohen dhe nuk respektohen, media duhet të mbajë përgjegjësi përpara publikut, përpara instancave të caktuara që mbikëqyrin punën e mediave në vend dhe në fund, ndoshta edhe përpara organeve të drejtësisë. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vend disa herë kanë dhënë leksione se si media duhet të funksionojnë, se si gazetarët duhet të ushtrojnë profesionin e tyre me qëllim që të shmanget manipulimi i masës. Politikanët nuk duhet të ndërhyjnë në politikën editoriale të mediave, qoftë me anë të presionit të drejtë për drejtë apo të tërthort. Mungesa e autonomisë gazetareske dhe diverzitetit rezulton me krijimin e paragjykimeve ndaj procesit zgjedhor. Vetëm etika dhe integriteti inkorporuar në hapa praktike mund të na ndihmojë të mbrohemi dhe përsëri të arrijmë vlera demokratike kur janë në kërcënim. Roli i mediave, që konsiderohet të jetë këshilltari i popullit, është esencial në këtë kuptim. Vetë rregullimi i mediave mund të jetë zgjidhje, duke pasur parasysh se ndihmon të rritet gazetaria etike e orientuar ka e vërteta. Shoqëritë me demokraci të zhvilluar i kanë tejkaluar disa sfida në të cilat Maqedonia ndodhet tani. Për cenzurën dhe presionet e jashtme për sfida të reja janë përsëri në horizont. Megjithatë, respektimi i parimeve bazë nga ana e gazetarit dhe mediave, kryerja në mënyrë profesionale e misionit të dhënë dhe edukimi mediatik i masës janë armët më të fuqishme kundër manipulimit publik.